Po, përshëndetje Blendi për juve në studio dhe për gjithë shikuesit të televizionit të vënjëm. Në orët e para të mëngjesit, zëvendës kryeministri në detyrë i Republikës së Kosovës Besnik Bislimi është paraqitur në prokurorinë speciale të Republikës së Kosovës pas ftesës të cila në fakt është bërë nga kjo fundit rreth ku ka nisur një hetim rreth një kontrate e cila është lëshuar për fabrikën e produkteve shtazore, që është në kuadër të Ministrisë Bujqësisë. Në fakt po është kryer edhe më herët një aksion në këtë prokurori ku janë mbledhur hetime nga edhe hetues të policisë së Kosovës dhe i njëjti për 2 orë është intervistuar nga prokurori i rastit ai cili është Admir Shala dhe i njëjti pas përfundimit të intervistimit të tij nuk ka pranuar të flet për gazetarët të cilët jemi këtu duke e përcjellur në fakt këtë zhvillim ditor dhe i njëjti pra nuk e ka komentuar deklaratën e tij të cilën e ka dhënë në prokurorinë speciale. Ajo çfarë është si lajm i fundit është që në prokuroria tashmë ka bërë të ditur se së shpejti do ta lëshon një komunikat për media ku do të bëhet të ditur në fakt rreth gjithë procesit i cili ka shkuar për 2 orë në intervistimin e zotërit Bislimit, ndërkaq për këtë rast ishte arrestuar edhe drejtori i AU-vit, i cili ishte liruar pastaj pas intervistimit në procedurë të rregullt dhe kjo kontratë e cila është lëshuar nga Ministria e Bujqësisë është duke u hetuar tash mbi 1 muaj nga ana e hetuesve policor, por edhe nga ana e prokurorisë speciale të cila në fakt tashmë vetë ka filluar intervistimin e personave të cilët mund të jenë të dyshuar apo të involvuar në këtë rast. Kaq kemi nga kjo lidhje direkte nga kryeqyteti pranë prokurorisë speciale të Republikës së Kosovës.